Heroin që historia deshi t'i haroj, tani rikthehen. Historia shpesh shkruhet nga fitimtarët, ndërsa shumë figura të jashtëzakonshme mbeten në hije të harruara ose të anashkaluara, pavarësisht ndikimit të tyre të madh. Këta heronj të padukshëm shpesh kanë luftuar për drejtësi, dijen, lirinë dhe progresin në rrethana ku bota nuk ishte gati t'i vlerësonte. Sot ata rikthehen jo vetëm si emra të rëndësishëm, por si shembuj frymëzues që dëshmojnë se veprat e mëdha nuk zhduken kurrë. 1. Arsimtarët e errësirës. Ata që ruajtën dritën e dijes, në kohë lufte diktature dhe errësire kulturore. Mësues dhe studiues rrezikuan gjithçka për të ruajtur librat, shkrimet, gjuhën dhe traditat. Shpesh pa emër dhe pa monumente, këta njerëz mbajtën ndezur dritën e dijes. Ata kopjuan dorëshkrimen, mësuan fshehura si fëmijë dhe krijuan ura kulturore në epoka kaosi. Pa këtë përkushtim, shumë prej dijeve të sotme thjesht nuk do të ekzistonin. 2. Luftëtarët e lirisë që nuk morën kurrë meritat. Në çdo popull ka luftërat që dhanë jetën pa kërkuar lavdi. Ata vepruan në heshtje, shpesh në prapëvi, duke shpëtuar qindra jetë, duke mbajtur gjallë shpresën dhe duke sakrifikuar gjithçka pa kërkuar asnjë titull. Historia I kaloi në heshtje për shkak të politikës, ndryshimeve të pushteteve, ose thjesht sepse nuk patën mundësi ta tregojnë vetë historinë e tyre, luftëtarët. 3. Gratë që ndryshuan botën nga pravoskena. Shumë gra luajtën role vendimtare, por emrat e tyre u zhduken nga kronikat. Ato ishin këshilltare, udhëheqëse, shpirtërore infirmiere, shkencëtare dhe stratege që ndikuan drejtimin e kombeve. Pa ta, shumë fitore nuk do të ishin kurrë të mbyllura. Sot studiuesit po zbulojnë historitë e tyre duke rikthyer në dritë figurat që shekujt u përpoqën t'i heshnin. 4. Shpikësit e harruar. Mendje që sodhen revolucion pa famë. Në historinë e teknologjisë e të shkencës, shumë ide të mëdha nuk mbajnë emrin e autorit të vërtet. Shpikës matematikan e shkencëtar që kontribuan dhe në inovacione jetike nuk u njohën kurrë, sepse idetë e tyre u atribuoheshin mbretërve, akademive ose figurave më të njohura. Sot analizat moderne zbulojnë gjurmat e tyre të vërteta dhe rikthejnë duart që krijuan themelet e progresit. 5. Udhëheqësit e paqes, heronjtë e kompromisit. Ndërsa historia lavdëron shpesh luftërat dhe komandet e tyre, heroizmi vërtet qëndron shpesh te ata që shmangin konfliktet, diplomat, priftërinë, filozof dhe udhëheqës lokal, parandaluan gjakderdhje dhe ruajtën stabilitet, kur bota ishte gati të shpërthente. Ata nuk fituan kurora, por shpëtuan kombe. 6. Artistët që sfiduan ndalimet. Piktor, poet dhe tregimtar që rrezikuan jetën për të shprehur të vërtetën e tyre janë ndër heronjtë në ndeshën të historisë. Veprat e cenzuruara, të djegura ose të ndaluara dikur, sot janë pasuri botrore që dëshmojnë forcën e shpirtit krijues. Ata paguan çmim të madh, por mesazhi I tyre mbijetoi shekujt. 7. Rikthimi I tyre në dritë. Pse ka rëndësi sot? Rikthimi I këtyre heronjeve në vëmendje nuk është thjesht një korrigjim historik, është një mësim I madh. Ai na tregon se e vërteta mund të fshihet, por nuk zhduket. Vepra mirë nuk ka nevojë për emër që të jetojë. Kujtesa njerëzore është më e fortë se çdo pushtet që mundohet ta shtemberojë atë. Heronjtë që historia deshi t'i harojë janë prova se njerëzimi është ndërtuar mbi supet e shumë figurave të heshtura, të pathëna dhe të paçmuara. Sot ata rikthehen si frymëzim për brezotërinë, si kujtesë se edhe veprat e vogla të bëra me zemër dhe ndeshmëri mund të kenë ndikim më të madh se çdo famë e përkohshme. Rikthimi I tyre në dritë është një thirrje për të parë më thellë, për të vlerësuar më drejt dhe për të mos harruar kurrë ata
që ndërtuan botën duke mos kërkuar asgjë në këmbim.